Maqedonia e Veriut deri tani ka importuar thëngjell nga Greqia, ndërsa tani do të importojë vetëm nga Kosova. Në njoftimin e saj për marrëveshjen mes Kekut dhe ndërmarrjes shtetërore energjetike të Maqedonisë së Veriut (ESM), Rizvanolli e paraqiti këtë kontratë, këtë marrëveshje si sukses që po ndodh për herë të parë. Pra një marrëveshje mes dy ndërmarrjeve publike, asaj të Kosovës Kekut dhe ESM-s së Maqedonisë së Veriut. Kontrata që nuk e ka parë askush deri më tani. Sipas Rizvanollit, parashet që ESM-ja macedonase të blej deri në 73.2 milion euro thëngjell nga Keku për 3 vite. Çmimi për një ton thëngjell do të jetë 24.4 euro. Në fund, Rizvanolli ka thënë se ESM-ja është përgjegjëse për eskavimin dhe transportin e thëngjillit që do ta blej. Tash le të ndalemi pak te kjo pjesë. ESM është përgjegjëse për eskavimin dhe transportin e thëngjillit që do ta blej. Eskavimi i thëngjillit është procesi i nxjerrjes së thëngjillit në miniera, pra ky proces që po ndodh edhe mbrapa meje, këtu në njërin prej minierave në komunën e Obilisit. Për këtë proces, sipas legjislacionit në fuqi, në Kosovë duhet të pajisësh me licencë për shfrytëzimin e resurseve minerare. Këtë licencë deri më tani e ka pasur vetëm Korporata Energjetike e Kosovës, pra Keku. Por nëse e shohim njoftimin e ESM-s, pra në Maqedoninë e Veriut, në fazën zyrtare të tyre, aty thuhet kështu: ESM ka lidhur një marrëveshje strategjike 3 vjeçare me Kekun, me të cilën ESM ka fituar koncesion. Pra nuk thot se kemi nënshkruar kontratë, por thot kemi fituar koncesion në minierën e Obilic dhe mundësinë për eksploatimin e rreth 3 milion tonëve çmyr gjatë 36 muajve të ardhshëm, pra për 3 vite të ardhshme. Për me bu të qartë për publikun, koncesioni dallon shumë me blerjen. Nëse ESM-ja lidh kontratë për blerje të çmyrit nga Keku, do të nënkuptonte që procesin e eskavimit, pra nxjerrjes së thëngjillit, e kryen Keku, ndërsa ai shet ESM-s me një çmim fiks ose çfarëdo që parashet kontrata. Ndërkaq koncesioni që ESM-ja po thotë se e ka fituar në minierën e Obilicit, e që në Kosovë nuk e ka përmend ende asnjë zyrtar as pushtetar, nënkupton kur dikujt, në këtë rast ESM-s, i jepet e drejta për shfrytëzimin e një pasurie, resursi apo aktiviteti për një periudhë të caktuar dhe sipas kushteve të përcaktuara. Pra sipas asaj që po thotë ESM-ja, ka fituar koncesion për me ardhë edhe me krye skavimin këtu në minierën e Obilicit. Pra nuk është vetëm një kontratë shitblerje, ka me ardhe, ka me pas të drejten me gry me nxjerr thëngjell prej tokës së Kosovës. Pasi që nuk kemi gjetur asnjë njoftim të qeverisë së Kosovës që flet për koncesionin me ESM-n në Maqedoninë e Veriut, i jemi drejtuar me pyetje Ministrisë së Ekonomisë për të kërkuar sharime shtesë. Deri më tani nuk na kanë kthyer asnjë përgjigje. Në njoftimin zyrtar të ESM-s gjendet edhe një element tjetër i rëndësishëm. Njoftimi thotë se deri në fund të gushtit ESM-ja do të shpall tender për përzgjedhjen e një operatori ekonomik, i cili do të kryej shërbimet për eskavimin, analizimin e cilësisë dhe ngarkimin e çmyrit nga fushat e parashikuara për eskavim në minierën e Obilicit. Pastaj i njëjti operator do të kryejë edhe transportin, shpedicionin dhe shkarkimin e çmyrit në depot e dytë termocentraleve në Maqedoninë e Veriut. Pra përderisa Rizvanolli në Kosovë po njofton dhe po thotë se kjo është marrëveshja e parë mes dy ndërmarrjeve publike dhe po thotë se ESM-ja do ta kryejë eskavimin dhe transportin e thëngjillit, ESM-ja në Maqedoni po na thotë se kanë fituar koncesion dhe se do të shpallin tender për këto shërbime dhe tenderin do ta fitojë prap një kompani private. Këtu qëndron edhe një problem tjetër. Për ta kryer eskavimin, pra nxjerrjen e thëngjillit, duhet të pajiseni me licencë. Për ta shfrytzuar atë thëngjell, ju duhet të keni licencë. Kjo licencë lëshohet nga Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale. Të njëjtve ju kemi drejtuar nëse Keku ka licencë të tillë dhe nëse ESM-ja do ta përfitojë një të tillë, e pastaj a do t'i lëshohet një e tillë edhe një kompani private që do ta fitojë tenderin. Normalisht sapo të marrim sharime zyrtare, do të dalim edhe me një video tjetër për ta sqaruar në total atë që qytetarët kanë të drejtë ta dinë, e sidomos ta shohin kontratën ose koncesionin, marrëveshjen që e ka lidhur shteti i Kosovës me ESM-n në Maqedoninë e Veriut.